Rrjeti i organizatave të grave rome, ashkali dhe egjiptase të Kosovës organizoi tryezë diskutimi lidhur me temën dhuna në familje. Në këtë tryezë u prezantua raporti hulumtues për dhunën në familje, i cili ka përfshirë 2 komuna, ato të Gjakovës dhe Ferizajt. Drejtoresha ekzekutive e Rogra Ek, Shpesa Agushi, tha se ky studim i dhunës në baza gjinore në mesin e komuniteteve raje tregon nevojën e perspektivave të reja drejt normave sociale në Kosovë. Në këtë projekt është përfshi përveç hulumtimit, kanë qenë edhe kampanjat ku janë bërë kampanjat e veçanta me burra, të veçanta me gra dhe të veçanta me të rinj. Puna që është bërë në teren është bërë nga hulumtusja dhe zyrtarja e Rogra Ekut, Diana Shaka, duke mos e harruar edhe ndihmën e vullnetarëve të vajzave të reja. Nga ana tjetër, Bashkim Kurti nga zyra për komunitetet dhe kthim të komunës së Gjakovës e përgëzoi organizatën Rogra Ek për punën të cilën e ka bërë dhe tha se sesionet edukative të mbajtura në këto 2 komuna besoj që kanë pasur ndikim pozitiv për informimin e popullatës me theks të veçantë për ndalimi dhe raportimit të dhunës në familje. Gjithë punën që e keni bërë, unë mendoj që në vitin 2016 të koncentroheni pak në ato vajza, në ata, më thonë përfolje për barazi gjinore të femrave, të cilët vijnë prej jashtme. Kemi vajza cilët po kthehen prej diasporës, ku nga ona prindve është bërë dhunë dhe atynve fëmijëve, për shkak që ata prind kanë jetë në Gjermani me vitet të tëra, 15, 16, 17 vite dhe tash janë kthy, nuk kanë status. Askush nuk ka menu për atë fëmijë, për atë vajzë atje e cila ka lënë shoqërinë, ka lënë shkollën, ka lënë të gjitha. Publikimi i këtij hulumtimi është mundësuar me përkrajen e 2 organizatave ndërkombëtare, Kfina Till Kfina dhe SIDA. Në këtë takim u diskutuan dhe çështje tjera sa i përket parandalimit të kësaj dikurie. Kjo tryezë shënoi edhe mbylljen e fushatës kundër dhunës në familje për këtë vit.